Ministrat e kabinetit Rama kanë reaguar një zëri për njoftimin nga ambasada amerikane në Shqipëri, që u bëri thirrje shtetasve të saj që ndodheshin në vendin ton për të treguar kujdes të shtuar dhe të shmangin vende të mbipopulluara apo turistike, pasi grupet të lidhura me Iranin mund të sulmojnë vende të zakonshme, të tilla si vende turistike, qendra tregtare, hotele, klube dhe restorante. Ndërkohë Partia Demokratike ka ngritur në kuvent shqetësimin pas paralajmërimit të ambasadës së Shteteve të Bashkuara për sulme të mundshme nga Irani në Shqipëri dhe ka kërkuar mbledhjen e Këshillit të Sigurisë. Ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi tha se nuk ka vend për panik dhe se qytetarët shqiptar duhet jenë të qetë, pasi sipas tij janë të sigurt. Ministri i Brendshëm Besfor Lamallari gjithashtu tha se ka patur komunikime të drejtpërdrejta të strukturave të dedikuara të policisë me ambasadën amerikane dhe nuk ka një rrezik real. Ai tha se Shqipëria ka marrë masa të shtuara sigurie në raport me zhvillimet ndërkombëtare. Edhe ministri për Europën dhe punët e jashtme Ferit Hoxha u shpreh se nuk ka asnjë arsye për të qenë të alarmuar, pavarësisht paralajmërimit të ambasadës amerikane. Kryeministri Edi Rama ditën e sotme gjatë një bashkëbisedimi me të rinj student tha se Shqipëria ndodhet për herë të parë në histori në një moment ku fati po u buzëqesh shqiptarëve për sa i takon integrimit në BE. Kreu i qeverisë theksoi se nuk jemi në kushtet ku ka një ngadalësim të procesit të integrimit të Shqipërisë në BE. Një prej studentëve të pranishëm në bashkëbisedim pyeti cilat janë tre pengesat që po e ngadalsojnë procesin. Përgjigjen ja ktheu ministri i jashtëm Ferit Hoxha, i cili tha se procesi përfshin 3 aktorë dhe procesi nuk është ngadalësuar, por është në ritmin e duhur. Zakonisht tango bëhet me 2, kjo tangoja jon kërkon 3. Ne jemi që të bëjmë detyrat e shtëpisë, të jemi të besueshëm, dhe i dyti është Komisioni Evropian. Me ata punojmë nga mëngjesi deri në darkë. Është komisioni i cili është i mandatuar nga 27 vendet anëtare që të bindet të bëjë avokatin ton tek vendet anëtare. Shqipëria duhet të bindë vendet anëtare që marrin përgjegjësinë për të vepruar. Absolutisht asnjë gjë nuk është ngadalësuar. Jemi në ritmin që kemi përcaktuar bashkërisht me Komisionin Evropian. Është avokati më i mirë që kemi patur. Jemi në momentin kur duhet japim provimin më të rëndësishëm në historinë e Shqipërisë, tha Hoxha. Etlevadeta është saktuar me short elektronik si një nga gjyqtarët relatore për shqyrtimin e dosjes që përfshin Ilir Metën, Monika Kryemadhin, Fatime Kryemadhin, Piro Xhixhon dhe Ema Çokun. Ajo do të punojë së bashku me 2 gjyqtarët e tjera, Atalanta Zeqiraj dhe Besmir Stroka. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar ka dërguar për gjykim ish-presidentin Meta, ish-bashkëshorten e tij Monika Kryemadhi, nënën e kësaj të fundit Fatime Kryemadhi, Piro Xhixhon dhe Ema Çokun në kuadër të hetimit për korrupsion, pastrim parash dhe fshehje pasurie për aferën Çesdia dhe lobimin në SBA. Hetimi i SPA ka nisur në vitin 2019 dhe është zgjeruar në vitet pasardhëse në bazë të kallëzimeve të ndryshme, të cilat u bashkuan në një të vetëm në vitin 2024. Sipas akuzës, Meta akuzohet për korrupsion në 3 raste të ndryshme, 2 prej të cilave i ka kryer në bashkëpunim. Ish-presidenti akuzohet për korrupsion pasiv të funksionarëve të lartë shtetëror ose të zgjedhurve vendor, pastrim parash dhe mosdeklarim pasurie. Pas emërimit të Skënder Hitës në krye të policisë së shtetit janë reflektuar menjëherë ndryshime në strukturat vendore të policisë. Në drejtorinë vendore të policisë Fier, vendi i lënë vakant nga Hita është plotësuar përkohësisht nga Oliger Torba, i cili është komanduar në këtë detyrë deri në emërimin e një drejtuesi të ri. Torba nuk është një emër i panjohur në strukturat e policisë lokale, pasi më herët ka mbajtur detyrën e nëndrejtorit të policisë kriminale në drejtorinë vendore të policisë së qarkut Fier, pas detyrës si shefi i komisariatit numër 5 në Tiranë. Oliger Torbës ju dha detyra e zëvendës drejtorit në drejtorinë e qarkut Fier. Ekonomia shqiptare është rritur sipas potencialit të saj në vitet e fundit. Një analizë e Bankës së Shqipërisë, pjesë e raportit vjetor të institucionit, arrin në konkluzionin se rritja potenciale e ekonomisë shqiptare për periudhën 2023-6 mujori 2025 është rreth 3.5%. Këto shifra tregojnë se ekonomia shqiptare i ka arritur madje lehtësisht e kaluar normat e rritjes potenciale, ndërsa një parafrim më i shpejt me standardet e BE-s do të kërkonte reforma të cilat do të ndihmonin në zgjerimin e potencialeve të rritjes ekonomike. Në aspektin teorik, norma e rritjes potenciale nënkupton normën maksimale të rritjes së prodhimit që një ekonomi mund të arrijë në mënyrë të qëndrueshme pa krijuar presione të shtuara inflacioni. Kreu i NATO-s Mark Rutte do të vizitojë Washingtonin pasi Donald Trump kritikoi aleatët evropian për mosmarrveshjet lidhur me luftën në Iran. Sipas CNN, Trump tha se po shqyrtonte të rreqen e SBA-s nga Aleanca Ushtarake Perëndimore për shkak të refuzimit të anëtarëve evropian për të dërguar anije për të zhbllokuar ngushticën e Hormuzit. Në komentet e bëra të mërkurën për aleatëve të mbledhur për një treg të pashkve në Shtëpinë e Bardhë, Trump kritikoi Francën dhe Mbretërinë e Bashkuar. Ndër të tjerë aleatë të SBA-s
duke i quajtur një tigër prej letre në ato e cila përfshin vende evropiane. SBA-n dhe Kanadan u formua në vitin 1949 me qëllimin për të kundërshtuar rrezikun e një sulmi sovjetik e ka qenë që atëherë shtylla kryesore e sigurisë së Perëndimit. Ministri i jashtëm i Belgjikës, Maxime Prévost, deklaroi se vendi i tij nuk po shqyrton aktualisht mbylljen e hapësirës ajrore për avionët e lidhur me konfliktin në lindjen e mesme. Duke folur në një komision parlamentar, ai theksoi se shumë avion nuk kalojnë përmes vendit tonë për të ofruar ndihmë ushtarake për shtetet e gjirit. Deklaratat e tij vinë në një kohë kur vendet evropiane po ndjekin qasje të ndryshme ndaj situatës. Spanja, për shembull, ka vendosur të ndalojë avionët amerikan të lidhur me konfliktin, duke reflektuar kundërshtimin ndaj sulmeve të fundit SBA e Izrael kundër Iranit. Ndërkohë Shtetet e Bashkuara kanë kritikuar Francën për atë që e cilësojnë si mungesë bashkëpunimi, edhe pse Parisi nuk ka konfirmuar zyrtarisht kufizimet e hapësirës ajrore. Në Belgjik, qendrimi i qeverisë ka nxitur reagime nga opozita. Deputeti Nabil Bouliki, nga Partia e Punëtorëve, u bëri thirrje autoriteteve të ndjekin shembullin e Spanjës. Ambasadori i Shqipërisë në Vjen Fate Vela i prezantoi romanin e tij Kreuzstane në një tjetër ndalesë të turit letrar, të erë në qytetin Krems an der Donau pas një seri aktivitetesh të zhvilluara në disa qytete të Austrisë, edhe kësaj radhe ashtu si në shumë nga aktivitetet e tij të mëparshme. Për mbrëmjen dhe prezantimin e raportoi gazeta Nën, ashtu si më parë kishin raportuar edhe gazeta të tjera. Libri rrëfen udhëtimin aventurier të një djali nga Shqipëria që në Austri gjeti një atë të ri, dhe në fund edhe thirrjen e tij si artist. Në Kreuzstane, Vela i tregon historinë e një njeriu që në vitin 91 nga kampi i refugjatëve në Traiskirchen përfundoi në një han të izoluar në San Anton an der Jesnitz. Në publikim ishin të pranishëm edhe personalitete të jetës politike dhe kulturore.